Të dashur shqiptar, ky është një nga momentet më të jashtëzakonshme në jetën time. Jam pranë monumentit të Sirenës, siç e shikoni mbas meje, dhe kam gjetur origjinë e fjalës siren në ilirisht. Vjen nga rënja indo-europiane tuer, që të thot kap, grabis, mbërthej me thonjë. Sirenat ishin shpend që ngjani shumë me harpijet. Do të shikoni këtë film tjetër, është një fjalë tjetër ilire. Harpia që ishte një shqiponjë me fytyrë grua. Dhe tani nga diun këtë, sepse në gjuhën lituaneze, tureti do të thotë mbaj, kap, fort, tfarsti do të thotë mbërthej. Dhe sipas ligjeve fonetike, këto lloj ndryshimesh fonetike nuk ndodhin në gjuhën greke, por kanë ndodhur në gjuhën ilire. Pra fjala syren është tipike e gjuhëve saten. Në gjuha greke është gjuhë tipit kentum. Pra nuk mund të ndodhin këto ndryshime në greqisht, ka ndodhur në ilirisht, sepse ilirishtja është në fakt një degëzim i helenishtes dorike. Është një degëzim tjetër, nga diun këtë, nga fjala miza, në gjuhën e Cakonjas kjo është myza, dhe në gjuhën greke kjo është mia. Prandaj, siç e shikoni, fjala syren është me origjinë nga ilirishtja. Dhe këtë e pohon vet Homeri kur thotë që Dardania është qytet ilir. Vjen nga fjala Darda, është simboli i Spartës, i mbretërve spartan. Dy degëzimet e Dardës përfaqësojnë vëllezërit Dioskuri të dashur shqiptar. Ose më sakt mbreti dhe nënmbreti ishin dy mbretër që bashkë ndanin pushtetin, i përkisnin dy fiseve më të mëdha të Spartës. Dhe ky sistem është akoma dhe në Shqipëri, dy partitë më mëdha rivale ndajnë pushtetin midis tyre, një lloj si mbretëri spartan. Ky ka qenë dhe mënyra e sundimit tek dardanët me dy mbretër gjithmonë, edhe tek taulantët. Është e sigurt. Pra Dardha është simboli i ndarjes së pushtetit, degëzimit më saktë. Ndoshta kjo është dhe origjina e fjalës rizon, që do thotë degëzimi i rënjve. Nga fjala riza, që përkon me fjalën rënjë, është qytet i ilirëve në malin e zi. Pra fjala rënjë dhe riza janë me të njëjtën origjinë. Ka shumë fjalë që janë me origjinë të përbashkët greke shqiptare që nuk gjenden në fjalë të tjera të gjuhëve të tjera. Po kjo fjalë gjendet edhe në gjuhën slave. Pra, përkon dhe me rënjën të foriti, që do të thotë krijoj, në gjuhën slave, ato që dinë serbisht, e dinë mirë që të foriti do të thotë krijoj, dhe ka dhe kuptimin pra mbërthej në gjuhën lituaneze dhe në gjuhën vendeve balltike. Përfundimisht, pra sirena, zhvillimi i fjalës sirena është krijim i ilirishtes, jo i greqishtes, dhe këtë zbulim e bëra krejt rastësisht duke ndodhur pranë Sirenës. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.